Dje nga ora 14 deri në orën 20, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov dhe njësinë e policisë për siguri në komunikacionin rrugor Gostivar kanë kryer kontroll aksioni për tejkalim të shpejtësisë maksimale të lejuar brenda dhe jashtë vendbanimit. Gjatë aksionit me urdhër të prokurorit publik, 4 persona janë privuar nga liria për shkak të drejtimit të pakujdesshëm të automjetit. Në orën 15 në autostradën Tetov-Shkup, në të stacionit të pagesës rrugore Zhelin, personi FS 29 vjeç nga fshati Pallatice Tetovës ka qenë duke vozitur veturën e udhëtarëve Mercedes me targa kombëtare gjermane me shpejtësi 177 km/h në vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 100 km/h jashtë zonës së banuar. Në orën 15 në magjistralen Tetov-Gostivar, afër mbikalimit të debreshit në Gostivar, 36 vjeçari D.A. nga Shkupi me veturën e tij Audi me targa të Shkupit ka lëvizur me shpejtësi prej 156 km/h në vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h jashtë zonës së banuar. Në orën 16 në bulevardin Video Smilevski Bato në Tetov, 25 vjeçari FL nga Tetova me veturën e tij Audi me targa të Tetovës ka lëvizur me shpejtësi prej 106 km/h në vendin ku shpejtësia maksimale e lejuar është 50 km/h në zonë të banuar. Në orën 16 në magjistralen Tetov-Gostivar, në afërsi të mbikalimit të debreshit në Gostivar, 45 vjeçari SS nga Tetova me veturën e tij Audi me shenja kombëtare shqiptare ka lëvizur me shpejtësi prej 160 km/h në vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h jashtë zonës së banuar. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rasteve, ndaj tyre do të ngrihen kallëzime përkatëse nga neni 297A i kodit penal. Gjatë ditës së djeshme nga ora 14 deri në orën 20 në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është kryer kontrolli i përforcuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 130 drejtues mjetesh për tejkalim të shpejtësisë maksimale të lejuar brenda dhe jashtë vendeve të banuara.